Loris Qosja, nxënës i klasës së 9 nga Ceriku, fitoi Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës, zhvilluar në Orlando, SBA. 15-vjeçari nga Ceriku ngriti flamurin shqiptar në kompeticionin më të rëndësishëm për moshën e tij, ndërsa rrëmbeu edhe vendin e tretë në Olimpiadën e kimisë. Kthimi i tij në Ceriku prit me duar trokitje nga bashkëmoshatarët, mësuesit dhe komuniteti lokal. Iriu bëri krenar jo vetëm Cerikun, por gjithë Shqipërinë. Të ngresh flamurin shqiptar në atë skenë të Amerikës është një nga krenarit, është një nga nderet që një nxënës duhet ta provoj një herë në jetë. Sepse emocionet që unë kisha atë ditë në atë skenë ishin shumë të bukura, kur unë ngrita edhe hapa flamurin e Shqiponjës. Të pari ka marrë një medalje të artë si nxënësi më inteligjent i qarkut të Elbasanit. Së dyti me medalje të bronzë në Olimpiadë kombëtare, së treti i renditur i dyti tek Olimpiada e Kamos dhe së katërti edhe së pesti janë këto çmimet që mora tani, ku mora çmimin e parë të matematikës, i cili është arë mbi ari. Loris u spikat nga mësuesja e tij Flutura Hoxholli, e cila punon me nxënësin edhe jashtë orarit, edhe gjatë pushimeve, duke arritur rezultate të shkëlqyera. Jam shumë krenare, këtë e shpreh edhe në video, emocionet që pata në ato qaste, por kjo është vetëm ndaj një pune shumë të madhe që kemi bërë deri tani. Kemi 4 vite që punojmë për këtë ditë dhe e arritëm. Ne kemi punuar me objektiva gjatë gjithë kohës sonë. Atë parë duhet punojmë mësuesi. Nëse mësuesi nuk zbulon talentin dhe nuk punon me talentin, nuk arrihet asgjë. Dhe diçka kisha këtu, që ministria për shkollat që kanë talente, të japi disa orë për mësuesin që punojnë me këto talentet. Se ne nuk i kemi këto kushte, ne punojmë vetëm privatisht. Familjarët e afërm u munduan të sigurojnë 15-vjeçarit udhëtimin drejt SBA.